Tensionet në lindjen e mesme duket se janë përshkallëzuar sërish këtë të shtunë. Avionët luftarak izraelit kanë kryer dy sulme ajrore ndaj qytetit Samar në luginën perëndimore të Bekas në lindje të Libanit dhe duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, por fatmirësisht pa raportime për viktima apo të plagosur. Sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve të Libanit, sulmet e kryera në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune kishin në shënjestër një hysejnie dhe një seli të skautëve në qytet. Autoritetet lokale raportuan se nuk ka pasur humbje në njerëz nga asnjërin prej këtyre sulmeve. Nga ana tjetër, Hamasi duket se po shfrytëton krijimin e një udhëheqje kolektive për të drejtuar krahun e saj të armatosur në një model të ngjashëm me komitetin e formuar nga drejtuesit e organizatës në Mërgim. Sipas raportimeve, kjo do të ishte një zgjidhje emergjente, ndoshta e përkohshme, për të garantuar vazhdimsinë e komandës së brigadave Al-Qassam, mbas humbjes së një sër drejtuesish të lartë. Nga ana tjetër, në Iran, Korpusi i Gardës Revolucionare IRGC deklaroi se tensionet e fundit në ngushticën e Ormuzit nisën pasi disa cisterna nafte, të cilat sipas Teheranit mbështeteshin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tentuan të kalonin në zonë pa koordinim me forcat iraniane. Në një deklaratë zyrtare, Korpusi pretendoi se anijeve ju dha një paralajmërim, por njëra prej tyre u godit, ndërsa tjetra u tërhoq dhe u kthye mbrapsht. Ngjarjet më të fundit në lindjen e mesme vinë në një moment kur përpjekjet diplomatike për uljen e tensioneve janë duke vijuar, ndërsa situata mbetet e brisht dhe e paqëndrueshme.